Qamili e ftoj Shkurtë Fezën, Shëhet e Belulin, Remzi Osmanin atëherë, po them shumë e re, ishte përhap lajmi që Shkurtë Feza është vrarë gjatë demonstrata, njerëzit domethënë kishin një kurreshte, nuk kem pas. Remzi Osmanin në klasën e 7 kemi gjetë mushtisht, të luajt basket. Edhe Qamili ka bisedu me familjen e saj, edhe domethënë nga atëherë ka filluar karrierja. Në një mbrëmje vjen ai në bife që punoj ke Xhafera ka pasën, tha Ismet, po të fton Qamili vogël për jashtë. Mu thash po ftoj Qamili vogël, që më Ismet vogël jepsen, po unë domethënë isha i panjohur në atë kohë, nuk isha faktor. E s'disha pse po më fton Qamili vogël, tha jo ty o të këtu. Unë mendova krejt se është shako dhe po dal për jashtë, për shaj, e Qamili vogël, po ai Qamili madh, mashallah, ishte 2 metra njeri. Emri ka mbet ashtu. Po i ka mbet se pastaj unë dëm vdekje nuk jam ndarë nga Qamili, më ka treguar gjitha detajet e jetës tij edhe pse i ka mbet emri Qamili vogël. Kështu që tha unë jam interesuar me gjetë një instrumentist që i bie sharkisë mirë. Ndoshta keni dëgjuar për këngën e Merizës, Meriza ka qenë sharkioshi më i mirë që e ka performuar me Qamilin e vogël në atë kohë. Por ai pa të vdek edhe gjithmonë ky ka qenë hëllëmtim të njerëzve që i bin sharkisë bukur. Edhe më testoj, tha marrë në grupin tim, thash me plot knaqësi. Atëherë edhe aty Qamili rreth vetes na mor këngëtarët më eminent asaj kohe, siç është Shkurtë Feza, Zyle Krasniqi, Remzi Osmani. E kam një fotografi aty këtu në zyre ku do ta ekspozoj më vonë për kamerën tuaj. Remzi Osmani në klasën e 7 kemi gjetë mushtisht, të luajt basket. Edhe Qamili ka bisedu me familjen e saj, edhe domethënë nga atëherë ka filluar karriera e kolegës tonë shumë. Keni sot kontakte me... Patjetër, me gjithë kam kontakte. Me gjithë kam kontakte edhe kam kontakte të mira, sepse ne kemi ruajt raportet kryesisht. Një këngëtar pse e xhelozon një këngëtar mos mendon që i ngritet. Absolut. Sa ti respektojsh kolegët, aq i me kanë i respektuar dhe ngritën gjithë. Çka qenë me punu me Remzinë në Ndëgja, është interesant ky detaj, pasi e konsolidum si grup me Qamilin e vogël, një orkestër e mirë, atëherë Qamili e ftoi Shkurtë Fezën, Shëhet e Belulin, Remzi Osmanin atëherë, po them shumë e re, një kumri e buqe e ndjera tash ka vdek, edhe motra Selmani, kështu që ishte interesant se ne duheshim pej Prishtinët, të tani me Bacin Qamil, orkestri më shku me ushtru në mushtisht me tu. Kështu që ne nxorëm albumin e parë të asaj periudhe une ku këndoja Qamili vogël, Shkurtë Feza, Nikodnik Prela e dhon, quhej albumi Pranvera. Por nuk e dija një detaj se pjesë më atë demonstratat Prishtinë të ishin ishte përhap lajmi që Shkurtë Feza është vrarë gjatë demonstrata, njerëzit domethënë kishin një kurreshte, nuk kem pas mjete digjitale si tash me muni lajmi me njerë, por ata pa ditë se ajo është gjallë. Edhe unë po ta fatin t'jem në kasetën e parë, timen me 2 këngë të mia me Shkurtën, me Nikodin në Bacin Qamil. Ajo atëherë kaseta ka qenë, është rrit me ndoshta me miliona ekzemplarë. Çka më thonë student, në atë kohë ishim edhe pe i gjendis jo mirë, morëm bukur shumë para, se nuk ka pasi tash me i dhonë produksionit parë, për produksioni ka zjedhë këngëtarët dhe i ka paguaj, ishte Jugotoni Zagrebi, se në atë kohë nuk kishim shtëpi domethënë prodhuese për kaseta.